sot ju marr pak kohë duke qenë se kjo është hera e parë që u shpreh dëshirën për të folur publikisht. Jam frymëzuar nga kjo protestë që është protesta e dignitetit, nacionalitetit, identitetit dhe mbrojtjes së kombit shqiptar. Jam Jonita Molla, lindur në 3 tetor 1990 në qytetin e Pogradecit, qytetin e shkrimtarëve dhe njerëzve të ditur si Mitrush Kuteli dhe Latkush Pogradeci. Ditët kur prindërit e mi prisnin ardhjen time në jetë ishin ato ditë kur në Gjermani rrëzoi muri i Berlinit për të bashkuar familjet të cilat ishin ndarë prej tij. Në Shqipëri në ato ditë studentët planifikonin rrëzimin e sistemit mbytës komunist dhe sjelljen e demokracisë. Ne nuk kemi demokraci, nuk kemi pasur kur. Kemi komunizëm të kamufluar, që mund të jetë fryma më e keqe e komunizmit. Kam ditë të tëra në shesh, protestoj për coptimin e vendit të mbrojtur ndër shekuj me strategji dhe gjak, që sot flet me marrëveshje të fsheta. Duam transparencë, fuqi të popullit në vendimarrje për projekte kaq të mëdha anti-shqiptare dhe anullim të çdo betonizimi strategjik. Projekte të tilla duhet të jenë pronë dhe në menaxhim të shtetit shqiptar, të ndërtuara me studime dhe materiale ekologjike dhe të vëna fillimisht në dispozicion me çmime më të mira për elitën që është çdo shqiptar. Në tokën dhe detin ton jemi ne pronar, strategjik dhe elita. Të huajt janë të mirëpritur të bëjnë rezervime me çmime dhe disponibilitetin që do ju ofrojmë ne. Dua ta mbyll me një poezi nga poeti ynë Pogradecar Latkush Pogradeci, marrë nga vepra e parë. Poezia, sponsorizuar nga vajzat e poetit, nga shtëpia botuese e Mal. Poezia titullohet Fryma dhe qëllimi, faqja 114. Fryma dhe qëllimi. Frymë e pastër e veriut, i tha stinës vetvetiut, çmalli madh të jep qëllim që bukçet me kaq rrëmbim. E sa kaq si uluriu, ju përgjigj me gaz veriu, kam shëmllim prej vetë dijes, ti fry napëzën anijes. Po nga napa qik mi det, i tha vetë vetes së vet, çmalli madh të fali shkak, që rre detin zemrak. E në qas si mori val, qiti napës da 2 fjalë, kam qëllim prej vetë vetiu, ty shty lundërzën njeriut. Ne jemi këtu për Shqipërinë tonë, për detin tonë dhe për gjithçka që na fali natyra edhe Zoti, edhe të parët ta në mbrojtën me gjak. Jemi të gatshëm ta mbrojmë me po të njëjtën strategji edhe me po të njëjtën trimëri. Mos na detyroni të derdhim gjak shqiptar mbi tokën tonë. Nderit. Ftoj një qytetar nga të Pelena i cili ka udhëtuar nga Londra për të na recituar një vjersh të Ali Aslanit. Ju përshëndes të gjithëve, vëllezër dhe motra, të gjithë ju rinia që keni dalë këtu sot të shesh, për të treguar vendin këtyre pinjonëve të komunizmit për a marrin frymën, edhe kanë përzënë gjithë rini shqiptare në përvendet të botës. Për ta vendosur dinjitetin tu në vend, sot shqiptarët kanë dalë vetëm për dinjitet. Sepse punë e gjejnë mundësi shqiptarët gjithmonë, si doj ta po bësh. Dhe po citoj dy llave të Ali Aslanit, ta dallavere gjinj që kanë pushtuar zyrat, dallavere në për zyra, dallavere në pazar, dallavere me të huaj, dallavere me shqiptar. Janë dhe krushti që do pjerë, për mbi kokat e zuzarve, ka marrua kohë e maskarejve, ka lidur djellin shqiptarve, roft rinia shqiptare, poshtë maskarej, poshtë komunistë. Rama jetë thoj, jetë heqet sa më par. Edi Rama jetë thoj, jetë heqet sa më par. Edi Rama jetë thoj, jetë heqet sa më par. Edi Rama jetë thoj, jetë heqet sa më par. Përshëndetje të gjithëve, më falni për zërin e ulët dhe për emocionet.
shqiptar, unë dhe vëlla im kemi filluar të punojmë që nga mosha plus 13 vjeç. Unë tani kam 17 vite që punoj dhe të gjitha shpenzimet tona kanë shkuar për fatura spitalesh. Papa im është operuar mbi 26 herë. Në momenti që flasim, ai ka humbur të dyja këmbët dhe zemra i funksionon vetëm 10%. Dhe shteti vetëm një operacion të tij ka pranuar dhe për të gjitha të tjera thotë që nuk mund t'i bëjmë, nuk kemi mjetet dhe i fundit ishte që ne na u desh të shkonim në Turqi, ku ata bën një gabim dhe nuk bën holluese dhe ai fësoi trumboz në avion. Mbasi unë kthyem këtu, as drejtësia jonë nuk lejonte që unë të bëja denoncim për spitalin në Turqi, sepse spitali në Turqi që ka i dhëndrit Erdoganit. Doja vetëm të flisja për të histori, për të thënë që ne duhet të qohemi, do më thëmë pavarësisht se jemi brez, që jemi munduar aq shumë dhe edhe pse thonë lumë si ju, rinia sot, sa të thjeshta i keni gjërat, por në rinia sot, falë këtij shteti s'kemi asgjë në pikë. Bravo! Asa të gjë në pikë. Faleminderit që jeni ngritur dhe unë nuk kam ikur prej këtij vendi, jo vetëm prej problemeve që ka babim, po sepse unë gjithmonë mbështetje me sa mundësi kam pas e kam gjetë njerëz të gjakut dhe jo të gjakut që më janë bërë më të dashur se të gjakut. Prandaj duhet të lidhemi bashkë.